Ndalemi pak tek emaili i cili ka mbritur tek disa qytetarë. Në fakt, një email i cili duke se dërgoi nga Ilir Proda, kreu edhe i policisë së shtetit, po shkojmë pak, nuk e di nëse e kam në këto momente emailin për ta lexuar, edhe si e ke parë Jul, si e ka parë gjithashtu edhe Prençi në raport me atë çfarë është dërguar edhe në rrjet. Pra një email ku thot paraqitur në polici, jam Ilir Proda. Ky ka qenë emaili. Me kërkesë të drejtorit policisë së shtetit Ilir Proda dhe autoritetit të sigurisë kibernetike të Shqipërisë, po ju kontaktojmë në lidhje me disa krime kibernetike dhe vepra të palishme penale të drogës të gjetur brenda hapësirës suaj kibernetike. Disa agjensi kombëtare dhe ndërkombëtare të zbatimit të krimit kibernetik kanë identifikuar aktivitetet tuaja të palishme në internet, të tilla si pornografia me fëmijë, homoseksualiteti, pornografia në internet, ekzibicionizmi, seksi komercial, trafikimi i drogës, lufta kundër krimit kibernetik udhëhiqet nga agjensi të ndryshme të zbatimit të ligjit, duke përfshirë Byron Federale të Hetimit. Po gjithashtu pjesa kombëtare të krimit kibernetik dhe organizatën ndërkombëtare të policisë kriminale Interpol. Shënim, keni 24 orë kohë për të paraqitur në selinë e policisë, departamentin e krimit kibernetik ose për të dërguar një email të menjëhershëm pasues, për ndryshe do të bëhet një arrestim i menjëhershëm. Ju jeni paralajmëruar, Ilir Proda, drejtor i përgjithshëm Policia e Shtetit, Bulevardi Barem Curi. Ilir Agim Proda, pra, i ka patur gjitha dënat e mundshme. Jul, si e pe këtë emailin? Nuk e di atë kishte ardhur ty? Jo, mua s'm ka ardhur, jo. Ty s'ka ardhur? Jo, tani është... Shiko, këto ndodhin kudo, ndoshta merr pak, bëhet pak, si ta them unë, qesharake, megjithatë unë mendoj se qytetarët, ajo që më vjen keq faktikisht është se si thuhet departamenti i... Unë nuk mendoj se ka njerëz që bien pre. Të paktën sot nuk ka njerëz që bien pre, megjithatë mendoj se ajo që më vjen keq për departamentin e sigurisë kibernetike. Unë kam folur sa herë që Shqipëria tashmë duhet vendosë që të krijojë një drejtori me të vërtetë kundër krimit kibernetik, diçka të tillë nuk e ka ende, ndërkohë që bota ka arritur deri aty sa nuk ka më efektiv policie në rrugë. Shqipëria mbushet me efektiv policie nëpër rrugë, njëri pas kthesës, tjetri në kryqëzim dhe disa tjerë që patrullojnë. Nëpër botë nuk ka më efektiv policie sepse gjithçka monitorohet nga kamerat, gjithçka ka arritur të digitalizohet dhe akoma më keq mos flasim për këto krimet kibernetike që quhen sot e kësaj dite në Shqipëri që në të vërtetë merren me Facebook-un apo me gjëra tjera. Mendoj se ka ardhur koha të digitalizohet dhe jo vetëm departamenti kundër krimit kibernetik, po e gjithë policia e shtetit, të gjitha rrugët mos dalin me ato njoftimet qesharake ndonjëherë aq sa qesharake, siç është dhe ky email ku ngritëm dronin dhe arritëm të zbulojmë kaq drejtues automjetësh të cilët ecnin tej normave të shpejtësisë. Imagjino, nuk respektonin kodin rrugor dhe kur nuk respektohet kodi rrugor në atë Shqipërinë, me ato rrugë, unë nuk di çfarë them. Megjithatë, shpresoj që kjo lloj shakaje, apo se unë e shoh si shaka të shërbejë si këmban alarmi, jo vetëm për drejtorin e përgjithshëm policisë së shtetit, po për të gjithë strukturat ligjzbatuese, të paktën ata të cilët presupozohet që të ruajnë rendin dhe sigurinë publike të qytetarëve, në vend që të dalin dhe të presin ke kthesa me atë polici rrugor i cili vijon sot e kësaj dite që pret aty tek rruga Elbasanit, e ke parasysh para parlamentit pret tek kthesa, që të futet qytetari, pra të bie qytetarin në gabim dhe të kaloj me semafor të kuq dhe polici t'i nxjerrë atë tabelën e famshme. Polici nga ana tjetër duhet të jetë përballë qytetarit dhe mos ta lejojë të bëjë gabim. Akoma më shumë nuk duhet të jetë fare aty dhe kur qytetari gabon të jetë kamera e cila i dërgon gjobën në shtëpi, por unë nuk e di se kur do mbri kjo dita për rendin dhe sigurinë publikutare, ndoshta në vitin 2030 kur të futemi në Bashkimin Evropian. Uroj që t'jetë ashtu, se ne kemi të vështirë akoma me adresat e shtëpive, jo më me preqësie pe këtë emailin. Tani, s'ka më vetëm ngjarjet të cilat ndodhin fizikisht, po vetëm ngjarjet të cilat ndodhin nga interneti. Po ta
lexosh emailin kështu në formatin që e keni paraqitur. Duket si zyrtar, ë? Jo, pikërisht këtu e humbet atë autoritetin zyrtar, sepse së pari ftesën asnjëherë në një zyrë nuk e bën drejtori i përgjithshëm i policisë, por e bën oficeri i departamentit përkatës, ai që të fton. Qoftë prokuror, qoftë oficer, të fton personalisht. Jo ne. Ti e ke patur ti e di nga profesioni këtë, po dikush. E dyta, po këto i din gjithë shqiptarët. E dyta, asnjë autoritet, duke filluar nga presidenti i Republikës, kryeministri, çdo prokuror nuk e shkruan në fund emrin e babait. Pra, nuk mund ta shkruante Ilir Agim Proda, Ilir Proda, drejtori i përgjithshëm, ose Shemsi Prenqi, oficeri i policisë gjyqësore, etj. Pra, nuk shkruhet emri i babait. Që këtu kapet. Unë mendoj që kjo është një lojë fëminore, e bërë nga njerëz, nga këto hakerat e vegjël, se mundohen të gjuajnë për të vjedhur të dhëna, ose për të futur në bisedime, qofte për numra llogarie bankare etj. Për t'i peshkuar, më mirë të thomi, është një mendje foshnjore, sepse nuk besoj që një qytetar i Republikës Shqipërisë, ju e dini se ku keni shkelur sot. Keni shkelur në Rast Kalbur apo s'keni shkelur? Ose ditët në vazhdim, ose ditët më pashme. Pra që nuk mund të peshkosh nga një lloj emaili i tillë që të vjen. Se reagoi dhe policia gjithashtu, pati një reagim policia, tha që keni kujdes, nuk është detyruar, policia ka njoftuar edhe për njoftime të tjera, që është e vërteta, policia disa herë hedh në portalin e vet, hedh njoftime që ruhunin nga këto fenomenet kësaj natyre. Edhe normalisht kur hapet një email me adresë falso në emër të drejtorit përgjithshëm të policisë, normalisht që policia shtetit, departamenti i krimeve kibernetike, zbulohet dot kush e ka dërguar Prenqi? Patjetër. Besoj që do ta zbulojnë. E kuptoj. Do besoj që do fshihet në një nga këta të smurit mas këtyre e ketë sigurt ose fëmijë të moshave 17-18 vjeç që bëjnë provokime. E kuptoj. Që kanë edhe këtë eksperiencë, duan të mësojnë edhe nga bota. Kjo moshë mundohen të bëjnë aventura të tilla në rrjetet sociale dhe në adresat e emailit. Siç ishte rasti atij 17 vjeçarit që nga Lezhë nga ishte ai që bëri një gjë të tillë. Po kemi patur edhe rast tjetër. Por ky duhet të jetë një shqetësim dhe duhet të jetë një mësim i mirë që autoritetet ligjzbatuese në Shqipëri në mënyrë të periodike, të vazhdueshme, duhet të sensibilizojnë opinionin publik shqiptar për të ruajtur qoftë nga këto veprimtari, por edhe për të krijuar një sistem të besueshëm dhe të sigurt, sepse jo më larg se para 2 vitesh, disa nga sistemet e policisë shqiptare dhe jo vetëm policisë shqiptare, u hakeruan edhe dolën disa dhëna të sheshit të gjithë shqiptarëve. Qartë, e mbyll me këtë pjesë.